Të dashur mërgjimtar, populli i Kosovës brenda dhe jashtë vendit foli qartë me 28 dhjetor. Madje më qartë se asnjëherë më parë në Kosovën e pas luftës. Ky zë i qartë i juaj erdhi pas 10 muajsh bllokade për të pamundsuar krimin e qeverisë të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Fitoria e 9 shkurtit 2025 ishte bindëse. Të vetmen përgjigje ndaj votës qytetare, opozita kishte bllokadën. Fitoria e 28 dhjetorit ishte edhe më bindëse. Sërish me ndësinë e njëjtë opozita, bllokadën. Provuam gjithçka. Ishim të vetmit që propozonim zgjidhje me seri ofertash që vendit mos shkonte në zgjedhje. Refuzim se refuzim. Nga gjithë kjo, kuptohet një gjë. Këta në thelb nuk e respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do të aprishim vullnetin e tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që rrëzojnë qeverinë tonë të mirë të drejtë. Por nga sot nis sërish procesi i rëndësishëm i regjistrimit votuesve që votojnë nga jashtë vendit. Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet ta bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhen vetë. E ne që jemi në rrugë drejt nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik. Ky proces zgjedhor është shumë i rëndësishëm. Ftoni familjarët, miqtë të dashamirët të bëhen pjesë e vendimarrjes, fillimisht duke u regjistruar për votim, pastaj edhe për të votuar. Kujdes, ju që vini fizikisht në Kosovë nuk keni nevojë për regjistrim. Ju faleminderit e mirupafshim.